Kështu pra, nisi historia moderne e Shqipërisë nga një djalë kuksian Ramadan Zaskoci, i cili shfaqet përsëri në 1912 kur ushtria serbe arrin në Kukës dhe po dilte në Durrës, ishte fundi tetorit me 1912, Ismail Qemali nuk ishte nisur ende në Rom, në Vjenë, do nisej në 5 nëntor. Dim datën e saktë 30 tetor, kur serbët ishin duke hyrë në Kukës, në Lumë, dhe qëllimi ishte të dilnin në Durrës dhe të bllokonin rrugën, siç dihet Ismail Qemali do arrinte në Durrës në 25 nëntor. Nëse do të kishte arritur kësaj, Ismail Qemali nuk do kishte ku të zbriste nga anijet austriake, dhe Vlora po ishte bllokuar nga flota greke nga deti, kështu që do mbetej pavarësia e Shqipërisë pa u shpallur, ose do arrijej ajo që do thoshin fqinjët ballkanik me dashakeqësi, që shqiptarët nuk e shpallin nga brenda pavarësinë, po e shpallin nga jashtë në Vjenë. Por përsëri u shfaq Ramadan Zaskoci dhe pikërisht në 30 tetor, në 30 tetor 1912, kur agjentët e Serbisë thoshin, në kohën që Serbia po hynte në Kukës, agjentë në Lumën e sotme dhe të ateshme, që Turqia po fiton për të vënë në gjumë kuksianët që mos ngriheshin në luftë, Turqia po fiton luftën. Një kohë Turqia kishte arritur në portat e shtëpive dhe siç thot kënga e famshme është Ramadani u tha që Ramadan Selmani njihet në këngë me emrin e teatrit. Ju drejtuam me fjalët e famshme që përsëri ky ish kamarier e shpëtoi rrjedhën e historisë kombëtare të Shqipërisë.